Partizan. Janë shokët më të ngushtë të Qamil Podos. Majtas është Lymketa. Lymketa poshtë. Tani, mund ta bëjmë full screen këtë, se do flasim çik për tani. Gjatë luftës dy botërore, ai ishte guerillas, ishte atentator, ka bërë vrasje. Ka marrë pjesë në atentate. Por vetë nuk përmendet, me sa kam parë unë dokumentat. Lymketa përqafuar kështu me Lymketën aty, do thotë që ka pasur miqësi të mëdha. Lymketa ishte atentatori numër 1 i luftës së dytë botërore. Absolutisht po. Sa atentate bëri Lymketa? Po. Pa numër ta. 1000. Ishte brom tjetër ai, nuk megjithëse ishte Tiranë. Po në Tiranë, domethënë, Tiranë janë të butë, të mirë, kështu, tolerant. Ai ishte, Këta janë kur kanë filluar punë në Tiranë, mas së ardhes në Shkodër, dhe grumulluan bashkë tek Detachmenti. Si e përjetoi Qamil Poda vrasjen, jo vdekjen, vrasjen e Lymketës? Ai nuk shprehet, po më shprehet fare pak, ndërmjet rreshtë unë shumë keq. Dhe ai e ka filluar frazën, po e ka dënë për gjysmë. Domethënë diçka që si ka mundësi tha, që ky ose për Ali Kubatin. Si ka mundësi tha që këta kanë dhënë kaq shumë për luftën dhe përfunduan kështu? Les kur ka vdekur Ali Kubati, komandant Qamili ka mbajtur fjalën e rastit, domethënë sepse ishte shoku i tij i ngushtë. Tani për Lymketën. Dhe Lymketën për ty ishte e vendi studim që ishte Mbase. Mbase? Jo, ti je historian, ti nuk thon Mbase. Mbase, nuk studite, çfarë them. Mbase. Domethënë aty ju bë maketi shtatorëve dhe nuk u vu. Se ishte i vetmi që kërcënoi në Verona. Jo, ishte vërtet trimi qartur. Limi. Si kujton. Po Qamili ishte shok të ngushtë. Tani shok të ngushtë. Po mirë, Qamili s'ishte edhe shok. Qamil Poda e ka mik të ngushtë. Po patjetër pse. Atëherë ishte misi, jo misi tash për kafe. Ishte misi. Vini kokën sator për njëri tjetrin ata. Sidomos kjo shtaçe ose teçe. E përjetoi keq vrasjen. Keq, ëh? Keq. Foto tjetër. Më pëlqen këto ekspozimi që është bërë në komandën e flotës. Më pëlqen shumë detale që domethënë bravo. Tu besoj edhe Artur Meçollari ka atë prandaj vura. Po mirë, dakord, komandanti mund të ketë, po varet edhe nga bashkëpunimi që i japin fëmijët e tij. Se unë për shembull s'mund të shes mend kur unë 1-2 zamiri me telefonin, ose mbas edhe kam bezdis, po tash do më toleronte ai. Por e shiko këtë. Ti ke pas faqe ke bërë këtë libër me djalin e autorit e personazhit Zamir Podën, ëh? Po nuk unë e vlerësoj, nuk e diskutoj fare. Foto tjetër? Me Lola ka qenë më larg, po me Zamir unë jep 2 Zamir. Më dërgoj këtë, më dërgoj atë. Këtu me Rizaj, e përshëndesim ambasadorin. Rizaj 3. Rizaj 3, ëh? Wow! Do ambasadori i Shqipërisë në Kinë, që ka qenë ambasador dhe në disa shtete tjera, ka përfaqësuar në Shqipërinë. Aktualisht është ambasador, nuk ka shumë, 3-4 muaj ka qenë emëruar Rizaj. Domethënë është djali i Qamil Podës, por Rizaj 3 thot historiani, domethënë e ka ngjallur emrin, domethënë është i tretë. E ka mbajtur, e ka transmetuar. Foto tjetër? Kjo është shpallja e gjyqit të Qamil Podës, ku u dënuar me vdekje. Dhe këtu e jema pati një atak në 44. 44. Po. Ema? Kur ndërkohë Qamili ishte larguar, ishte arratisur nga burgu. Ishte ilegal. Jo, u arratis nga burgu. Nga ajo historia e burgut, nga ajo arratisja e madhe, sa ishin ata? Ishim të 4, flasin për këta të mitë, domethënë që ishin 4, Ali Kubati, ky Lymketa, domethënë që u largoi. Që u arratisën, sa tu ka qenë koçit Zozë. Koçit Zozë, po. Tash kjo arratisë ka shumë enigma, të cilat janë zgjidhur fare mirë, sepse Dugonushi si thua vendosi vetëm. Edhe organizoi dy plane. Domethënë e para ishte ndërkohë ka dhe dorë. Domethënë mbështetje e gjetit edhe nga Enveri. Po Enveri ku ishte këtu? Po ndiqte, domethënë dinte aktivitetin. Jo. Te Gogonushi unë besoj plotësisht. Po Enveroza kur këta u kthyen vajtën në brigadën e 3, i thiri Enveri. Si ishte ajo puna e largimit tuaj? I tha Qamili, ne u larguam ndaj. Domethënë ishte në dy plan. Plani tjetër i dy se kalon nga fjalë në fjalë, ishte për të ndruar me robër gjerman me këta. Ishte edhe një mundësi tillë, ëh? Do të thonë këta kishin kapur robër gjerman? Po. Këta ishin 3 veta, 2 gra dhe një burr.
Gjerman. Po, ekziston dokumenti i Ministrisë së Jashtme që shkresat ose praktika shkresore dhe si u vendos pastaj? U pagua pagesë 2300 mos gaboj në Napona Flori, një nacionalist nga Peza. Dhe kë paguan? Paguan Rojen gjithta? Po roj, me pagesën drejtorin. Patjetër. Sa ishte pagesa edhe një herë? 2300 Napoleon Flori. Kush i gjeti këto? Po ishte nacionalist nga Peza më po. Do ai financoi. Ai kontriboi, financoi. Pra mori kryetari, drejtori i burgut, Po, çfarë? Po, që janë fantastike. Sepse u firmos ajo dalja nga këta për ta ndjekur vazhdimin e gjykimit, për ta ndjekur në shtëpi. Siç bëhet tash për shkakun. Në gjykim të lirë domethënë. Gjykim të lirë ashtu. Dhe donë ata pastaj rregull më njëherë të Peza kështu. Do nuk është arratisja, është lloj, po themi, do të pagesë në këmbim të tyre. Po. Dhe doli nga burgu. Po. Okej. Foto tjetër sa tani nuk do më shokt se aty kishte organizat Dritë Çaushi ishte kryetari i organizatës në burg. Sa më ka pëlqyer ky flamuri me emrin e Qamil Podës? Ka dhuruar kjo shoqata detaria. Që të dedikohet një flamur nuk ka nderim dhe respekt më të madh. Mund të varin 100 dekorata, tituj, po të dhuroj flamurin kombëtar me emër, nuk ka nderim. Kishte kontribuar atë Landi. Kishte kontribuar komandë Qamili. Nuk ka emocionuar shumë kjo dhuratë. Do të thonë, a ka dhuratë mund të dhurojnë flori, ar, çfarë them unë ty? Shkon e vin ato. Po ku ngelet? Po ora floriri mund të kishin dhënë dikush. Po a krahasohet të dhurojnë një flamur dhe emrin tënd aty? Nuk ka emocionuar shumë kjo dhuratë. Foto tjetër. Edhe këtu me artilleri. Këtu është mbas studimeve. Mbas studimeve në Elbasan. Këtu janë përgatitje e komandës skuadrave, se këtu ka dhe ca tributa këtu komandën Qamili. Dhe po të shikosh, të gjithë aktivitetin ose të gjithë hierarkisë në artilleri ka filluar në Berat, në Gjirokastër, pastaj ka ardhur në Elbasan. Të gjitha këto njësi zumën e parë në ushtri në garat të inspektimit të Ministrisë së Mbrojtjes. Ato stërvitjet. Po jo në stërvitje, po në qitje. Ishin dominuese ajo qytet, përcaktonin shumë gjëra. Dhe këtu ka marrë është dekoruar 3 herë. Duke kthyer në shkollë të artillerisë. Në fund fare kur ai largoi shkolla e artillerisë. Do më bëj shumë përshtypje. Ai në çdo fushë që ka punuar, ka sjell gjithmonë risi, gjëra të reja që më përpara nuk ekzistonin. Dhe kjo e ka bërë pasaj që të marrë dekorat. Kishte shumë literaturë të huaj në shtëpi? Shumë. Kishte bibliotekë. Bibliotekë, shumë. Dhe ai lexonte gjithë kohës. Unë nuk kam parë njerëz që lexonte aq shumë. Lexonte gjithë kohës. Shumë. Do të thonë kishte këto gjitha gjuhët që njëte kishte librat. Njëte kishte librat, po. I keni ruajtur librat e tij? I kam ruajtur. I keni ruajtur, I kemi. Foto tjetër? Ka pas ardhes nga Rusia, dhe po ishin në periudhën për të marrë detyrën e parë në ushtrinë kombëtare shqiptare. Ai një 4-5 muaj filloi domethënë përkthimin e këtyre rregullorëve që kishte marrë nga Rusia, sepse gjithë marrë ka qenë ambasador aty. Kështu atashe ushtarak. Dhe i porosisë dhe nxizave që bleni ashtu do i blejmë neve, po vetëm ju përzgjidhni rregullorët në mënyrë që të përkthehen atje. Domethënë një punë jashtëzakonshme edhe adhetare. Si shpëtoi Qamil Pota pa shpallur armik? Sepse ti përmendë Gjik Markun, po. Tani gjithë ta dolën armiq të asaj kohe dhe ishte shumë e lehtë pa bërë asgjë që të shpallin armiq. Po. Tani Qamil Pota çfarë bëri? Ose çfarë nuk bëri që nuk e shpall armiq? Se kjo është pyetja. Problemi është që Qamil Pota, duke qenë komandant, këto tezat e zeza të asaj kohës, atë periudhe. 74. Po? Nuk i lexoi, nuk i qasi, nuk i pranoi. Nuk i pranoi. Kjo ishte ajo. Kjo ishte guri themeltar se kush i lexonte dhe nuk ishte raportuar se nuk ishte, domethënë, këtyre përgjigje për ndryshimet që mund të bëshin. Gradualisht atë. E kuptova. Ju ndonjëherë pra ne thash që ai ka qenë shumë intuitiv. Ju në shtëpi ndonjëherë nuk hati ndonjë gjë që ai mund të ishte i rrezikuar, sidomos shafë 4 ka qenë. Patjetër se ishte gjendje. 3000 ushtarak të arrestuar. Gjendje e tensionuar. Je di këtë besoj këtë shifër, kur e kam lexuar këtë shifër. 3000 ushtarak. Do të thonë ai kishte nuk e tregonte babi, kishte këtë që nuk e tregonte, kishte i tensionuar, se nuk na e përçonte atë. Po për mua, për mendimin tim, një nga arsyet që ai nuk është persekutuar, nuk është goditur, është se ai nuk
ishte njeri e para pozitiv, komunikativ, dhe e dyta ishte njeri shumë modest, gjithmonë me këmbë në tokë. Nuk servilej, nuk hynte në përklane të ndryshme. Kam përshtypjen që kishte edhe këtë që nuk shtroi me këta të pinte, të hante. Sepse nuk ishte fare e asaj. Se shikoj sa. Edhe kjo luan rolin e vet. Shikoj sa foto për shembull me të ngrënë, me të pire, me misha, me rakie, me këtë. Foto tjetër, këtu ndoshta. Rritë larga, i drejtë dhe shikonte nga gjikonte. Kjo ishte e njëjta gjë që Sumi, këtu është komandant i flotës? Jo. Këtu është komandant i brigadës parë të artillerisë bregdetare.